Ju përshëndes. Deklarata bomb e një masoni I cili thot se bota do të drejtohet vetëm nga një, por ka një problem, që nuk e ka bërë tani intervistën. Intervistën e ka bërë në vitin 1998 dhe çka ka ndodhur deri tani është eksakte se si e ka parashikuar ky zotria. Dhe jo vetëm kaq, por ai ka parashikuar deri në vitin 2100 se çfarë do të ndodhë në planetin Tokë. Tani dëgjojeni me kujdes sepse jo vetëm që drithëron kjo intervistë që I ka bërë para viteve 2000, por duket sikur çdo gjë është e programuar. Kush është rastisht nëse nuk ka bërë ende lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe doja të shtoja diçka vërtet serioze. Dëgjoni pak. Nuk është se I di të gjitha, absolutisht jo. Por ato çka unë di, dua që ti diskutoj me ju. Dhe intervista në fjalë e këtij zotëris është vërtet ngjethse. Është gjallë ky zotëri. Është intervistë që mund ta gjeni dhe ju, është njeri që është me shumë influencë, por dëgjojeni sepse për të kuptuar se në çfarë bote jetojmë dhe kush e drejton botën dhe si është e mundur që të jetë programuar çdo gjë. Pra, ky zotëria që është tashmë është 87 vjeç, 88 vjeç, mos gaboj, quhet Giuliano Di Bernardo. Mbajni mend këtë emër, Giuliano Di Bernardo. Është një zotëri me flokë të gjata të bardhë tashmë, deri këtu, si flokët e mi, parafërsisht, dhe e mbajnë, sepse ka studiuar për filozofi, e mbajnë si filozof, të themi të vërtetën, por ai ishte grand masone, ose grand maestro, I gradës 33, nga viti 90 deri në vitin 96-97 mos gaboj, sepse në vitin 97-98 ai doli dhe kjo ishte intervista e parë që ai ka lënë një intervistë gjatë që është rreth 2 orë gjysmë. Unë e kam parë me 10 herë këtë intervistë, por më kishte shpëtuar një pjesë e vogël e kësaj që nuk e mbaja mend, jo sepse nuk e kisha parë, por nuk e mbaja mend dhe do t'ju them se përse dua ta përmend sot. Atëre, ky zotëria thotë së afërmi thot do të ketë ndryshime të mëdha, do të ketë ndryshime gjeopolitike. Pra unë do ta marr pjesë atë intervistë që ai ka bërë. Gjeopolitike që do të ndryshojë regjimin komunist. Dhe ç'është e vërteta, duke filluar që si I thon, Hungaria, Rumania, Shqipëria, edhe Bullgaria ishte më përpara, por të gjitha këto zonat, Republika e Çekisë etj, që të gjitha çka ishin ato ndryshuan totalisht. Ato ishin si thot dhe ai ishin hedhur themelet, sepse duhet të dini diçka, siç e tregon ky, nuk është se them unë. Ai ishte mason I gradës 33, ishte mason I gradës 33 dhe thoshte që Mazzini, e dëgjuat mirë emrin, po, ai Mazzini famshëm që flitet gjithandej, ka qenë një mason I gradëve të larta. Dhe ky mendohet që ka vendosur Leninin, e mbani mend. Ky mendohet që ka lëvizur gjitha ato politikat në atë kohë dhe ishte momenti që të ndryshojë, sepse në botë, sipas mendimit të tij, para të këtij masoni, duhet që çdo gjë të jetë e kontrolluar dhe të jetë në nivel. Çdo thot kjo. Pra duhet që të ketë ca të kuq, ca të zinj. Duhet të ketë një politik të errët, një politik të bardhë. Duhet të ketë një lider të fortë dhe një lider të dobët. Pra që të mbahet ekuilibri, duhet që të ekzistojnë që të gjithë këta. Dhe shumë prej tyre I vendosin qëllimisht aty. Në qoftë se ata nuk janë I vendosin dhe në qoftë se janë, kërkojnë që t'i mbajnë. Pse? Sepse duhet këtë rivalitet. Në qoftë se nuk ka rivalitet, nuk mund të qëndrojnë në këmbë lobby. Këto janë fjalët e tij që ka thënë para disa viteve, por I dëgjoni edhe sot, sepse edhe sot thot njëjtat fjalë. Tjetra, atë që thot ai është që do të ketë ndryshime të mëdha të monedhës. Monedha nuk do të jetë më ajo siç mendojmë ne sot, por do të jetë në mënyrë digjitale. E ka thënë në vitin 1998 kur ne nuk kishim vetëm telefona celular, sapo kishin dalë telefonat celular. Dhe sot ne gjendemi në prag të ndryshimit të madh, sepse po arrim në monedhën digjitale. Dhe e keni dëgjuar. Po pritni,
sepse kjo është akoma e fortë. Çdo gjë do të drejtohet nga një regji e vetme dhe një njeri, jo një njeri, gabova këtu, por nga një i vetëm. Sepse bota ka qenë, është dhe do të mbetet e një lobi të fuqishëm, që janë masonët. Pra ai tregon fjalë për fjalë se çfarë do të ketë, si drejtohet bota dhe si do të shkojë deri në vitin 2100. Do të ketë ndryshime kolosale, jo vetëm të teknologjisë, thot ai, por edhe të njeriut. Ndryshime që nuk i keni parë, nuk e imagjinoni se çfarë ndryshimesh gjigande do të ketë. Ndryshime që do të kalojnë perceptimin njerëzor, sepse do të jenë ndryshime jo vetëm të teknologjisë, por do të ketë një zhvillim që teknologjia do të lidhet kaq fort me njeriu që nuk e keni iden. Pra është e kotë që të them unë, thot ky, që të tregoj se si çfarë ndryshimesh të mëdha do të ketë, por do të spostoheni nga një vend në tjetrin vetëm me teknologji dhe imagjinat. Të spostoheni nga një vend në tjetrin. Nuk do ndodh tani, thot ai, por do ndodh në vitin 2100, sipas tij. Tani, në qoftë se e vut re, ndryshimi i madh kolosal ka filluar prej kohësh për sa i përket inteligjencës artificiale. Inteligjenca artificiale është ajo që do të ndryshojë rrjedhën e historisë së njeriut, sepse deri tani, siç ju kam thënë dhe më përpara, deri tani njeriu, një pjesë e njerëzve kanë vendosur që ta pastrojnë, por ata që do mbeten do hanë me lugë floriri. Dhe këtë fjalë e kemi dëgjuar që nga kohërat e lashta në trojet shqiptare. Trojet shqiptare, kjo është një nga ato fjalët që më ka lënë mbresa dhe unë vazhdoj ende sot që ta kujtoj, sepse është një fjalë që të bën të kuptosh se njeriu dikur ka qenë po ashtu siç edhe sot. Pra ka patur një zhvillim kolosal dhe pastaj u zhduk, me fjalë zhvillimi, për të rifilluar çdo gjë nga e para. Pra u shkatërrua çdo gjë dhe filloi çdo gjë nga e para. Ne për këto kemi fakte të pakundërshtueshme ku thuhet edhe për përmbytjen e madhe universale, apo tsunami, apo tërmete. Pra, i kiameti i madh. Megjithatë, ky zotëria, ky Giuliano Di Bernardo, është ka qenë një mason i gradës 33, një mason i nivelet të larta, dhe ajo që më ka bërë më shumë përshtypje në intervistën e tij është që ndryshimi, thot ai, nuk është se ndryshimin nuk e kërkon njeriu. Nuk e percepton dot njeriu dhe nuk e kërkon sepse njeriu është i plogësht. Njeriu është një lloj paraziti, thot ky, dhe është i detyruar lobi që të ndryshojë disa rregulla njerëzore. Dhe për njeriu, disa rregulla kur ndryshojnë, thot, janë kaq të forta sa që mendja e njeriu nuk i pranon, sepse ne, duke qenë parazit, që është e vërteta, ai unë them që për këtë ka të drejtë, sepse duke qenë parazit, po të lësh një njeri për shembull nuk do të bëj asgjë, nëse e keni vënë re, e lë njeriu në punë apo ku do qoftë, ai nuk do të bëj asgjë. Është vështirë që një njeri, po ta lësh një njeri, për shembull, t'japësh para, çfarë do bëj njeriu? Do rri pa punë. E vërtet apo jo? Dhe ai thotë që njeriu e ka të domosdoshme që të lëviz, sepse mekanizmi trupor është ka një formë që duhet të jetojë, për të jetuar më gjatë duhet se s'bën që të lëviz, mekanizmi i trupit, pra qelizor po flasim. Dhe njeriu duke qenë i plogësh nuk e kupton, me kalimin e kohës ai e harron. Dhe është kjo arsyeja, thot ky, që lobi e ka për detyrë, thot, që ta ndihmoj njeriu. Por njëkohësisht edhe ta kontrolloj jo vetëm fizikisht, por psikologjikisht dhe botën të kontrolloj numrin të popullatës dhe njëkohësisht se çfarë bën njeriu. Pra, në qoftë se do të më pyesni, thot ky, çfarë do të ndodh me njerëzimin, njerëzimi ka qenë, është dhe do të mbetet i kontrolluar dhe një kontroll i tillë duhet me se s'bën, thot ky. Për më tepër, njeriu, thot, është i plogësht sepse ai edhe
po t'i thuash, nëse keni vënë re edhe informacionet, ne këtu jemi bërë tani sepse mbollëm me kalimin e kohës këto informacione dhe sot ne gjendemi me mira. Por po ta shikoni, në të vërtet, në hapat e para, gjithse kush është kështu, sepse informacioni është i vështirë që të bluhet. Dhe ky është fakti kryesor që njerëzit ndonjëherë nuk duan informacione. Dhe preferojnë të shikojnë një film se sa informacione të rënda, me një fjalë shkencore apo informacione tjera. Për më tepër sepse mendja e njeriut lodhet. Dhe ky thotë që masonët e kanë për detyrë, lobi e ka për detyrë. Por prisni tani sepse ky është thelbi kryesor. Tani ai thotë që nuk është vetëm puna e lobit, por kush e drejton lobin. Një ditë, thot ai, në vitin 2000 ca thot disa data ai, por duke filluar nga viti 2030 e tutje, ka qenë thot dhe vazhdon të jetë i kontrolluar lobi nga një. Nuk thot nga një njeri. Nuk e përmend asnjëherë një njeri. Dëgjoni me kujdes. Pra, nuk thot lobi është i drejtuar nga një njeri, por thot lobi është i drejtuar nga një. Dhe me kalimin e viteve thot ai një do të shfaqet për të treguar forcën dhe për të treguar që është potent, është i fuqishëm. Pra, do vi një ditë që e gjithë kjo teknologji do të, siç e kam thënë dhe herë më përpara, që do të drejtohet nga një regji e vetme, do të shfaqet ai që ka regjin. Do të shfaqet ai që do të drejtoj regjin. Dhe në këtë rast më bën të mendoj që ka diçka që jo vetëm ai ka të drejtë në të gjitha ato çka ka thënë, por ka diçka që më bën të mendoj që nuk është njerëzor. Sepse për vetë faktin që ky thot që nuk thot një njeri, por thot një, do drejtohet nga një, është drejtuar nga një. Pra, kjo është pjesa e parë. Dhe tjetra, nëse keni vënë re, të gjitha politikat deri sot, ose politikanët, nuk mundet që të vendosin vetë, vendos dikush tjetër. Dhe kjo është pika e dytë që më bën që të mendoj që është fakti 2, që ka diçka vërtet që mbi njerëzore. Dhe e treta, që është akoma më rëndësishme, e kam thënë dhe duhet ta përsëris prap. Në një kotec pulash, mundet që një pul të drejtoj të gjitha pulat? Në një kotec pulash. Si thoni ju? Mundet që një pul të drejtoj gjithë pulat? Është e pamundur. Pra, duhet me se s'bën që t'jetë një bari. Kush është ky bari? Tani përgjigjen do t'ja u lë juve, pres komentet tuaja. Kaloni një ditë bukur, më bëri vërtet përshtypje kjo intervistë e tij, dhe ai vazhdon akoma të lë intervista, akoma sot, por më ngacmoi intervista që dëgjova sot, me fjalë me intervistën e dikurshme të vitit 1998. Megjithatë, po të shikoni gjithë për shkallëzimi çfarë ka ndodhur deri tani, është eksaktësisht se si e ka parashikuar ky zotëri. Megjithatë, siç ju thash e gjeni, Giuliano Di Bernardo, i gjeni intervista ti, kush di italisht, megjithatë e bëni me përkthime dhe ju përqafoj. Kalofsh një ditë bukur, pres disa nga komentet tuaja, sepse siç ju thash, të lë pa fjalë një gjë e tillë, sepse ndryshon totalisht mendimin që kush na drejton, kush është atje jashtë dhe çfarë do të ndodh deri në vitin 2100 sipas tij. Pra, çfarë zhvillimi do të jetë ky dhe çfarë regjie do të përdor ky një. Jo ky njeri, po ky një, çfarë regjie do të përdor dhe si do ta përdor kundrejt njerëzimit. Pres.